Se dëshirën të shprehni përsëri, keni në dispozicion dhe 3 minuta kohë, mbas të nënit në të 6.5 rregullorës. Çështja e çmimit të qumshit dhe importit dhe funksionimit të pikave të grumullimit është një çështje reale, ndjeshme dhe me ndikim drejt për drejt tek fermieri, tek përpunuesi dhe të konsumatori shqiptar. Shqipëria është ekonomi tregu, me angazhime dhe marrëdhënie tregtare dhe me detyrime për të respektuar standardet e konkurrencës, por ama importi nuk mund dhe nuk duhet të kthehet në instrument deformimi të tregut brendshëm. Por aq më pak në presionin e drejt për drejt me fermerët shqiptar. Nuk mund të kemi zhvillim të sektorit qumshit pa një sistem grumullimi funksional, me analizat cilësisë dhe ruajtjes zinxhirit të ftohtë, me dokumentim të sasisë dhe me marrëdhënie më të qartë konkurruese mes fermerit dhe të grumulluesit. Kjo është thelbësore sepse çmimi nuk mund të jetë thjesht një rezultat i një njoftimi verbal nga pika e grumullimit. Çmimi duhet lidhet me parametra të matshëm, etiketimin, me cilësinë dhe përmbajtjen, higjienën, standardin dhe sigurinë ushqimore dhe me sasinë e dorëzuar, pra me rregulla të qarta për gjithë. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural kanë fokus forcimin e sigurisë dhe cilësisë mbi tregun e produkteve të importit për të garantuar që asnjë që hyn në tregun shqiptar të mos cënojë me sigurinë ushqimore, as konkurrencën e ndeshme dhe as prodhimin shqiptar. Prandaj qasja e jonë është me shumë kontroll, me shumë formalizim, me shumë standard dhe me shumë mbështetje për prodhimin vendas dhe me shumë transparencë në zinxhirit të qumshtit. Ne kemi ngritur një grup pune për të gjithë verifikimin e zinxhirit të etiketimit, ku me trupën e AKU-s do të monitorojmë të gjithë etiketimin në vend për të siguruar një sistem dhe një zinxhir të konsumatorëve shqiptar të një transparence se çfarë konsumohet do të jetë në etiketimin e cila do të monitorohet dhe do të jetë ndëshkuese ndaj gjithë atyre subjekteve që nuk do të respektojnë standardet cilët janë vendosur në etiketim apo në gjumshmërinë cilën ne kemi në transparencë të vazhdueshme. Shumë faleminderit. Faleminderit. Zoti Braça, keni dhe ju 3 minuta kohë në dispozicion. Ministër, çdo përpjekje në territor me këtë regjim fiskal që ne kemi do dështoj. Ne mund të detyrojmë thuajse çdo prodhues të vogël apo të madh të qumshit që të etiketojë produktin e vet marr nga lopa, nga delja, nga dhia e kështu me radhë. Mund ta bëjmë këtë gjë më. Është krejt kollaj që me forcë mund ta bësh këtë gjë. Ta detyrosh atë që ta bëj, por regjimi fiskal që ne kemi nuk e favorizon formalizimin, ose kështu siç është favorizon uljen e çmimit të produktit të fermerit. Dhe do ju lutem shumë, jo nuk e kompenson asgjë dhe ato do thoja, nuk e kompenson asgjë, sepse urdhroni, bëm ligjin që do i kompensojmë 10% të vlerës së faturës, apo jo? Dhe ja u tregova me llogari që 10% që është ezauruar, çmimi është ulur me 14.8%, 14.8%. Dhe në momentin që ulet 14.8% është më shumë se sa 10%. E pash skemën tuaj të subvencionimit të blegtorëve. Shumë e mirë, i keni kushtuar vëmendje shumë të madhe kësaj radhe bujqësisë. Ulet numri i baktive, rriten paratë. Pavarësisht se edhe aty ka një problem që nuk e zgjidh gjën. Por po ju them edhe një herë tjetër, edhe para shtesë t'i japim ne blegtorit në dorë, skema e tatimit mbi vlerën e shtuar nuk e favorizon. Gjithnjë kompani do i drejtohen importit për të marrë qumësh që nuk i jep kokçarje. Nuk i detyron, nuk i vë përballë bujkut për t'i thënë që e ke kaq ngarkesën bakteriale, e ke kaq yndyrën, e ke kaq proteinën, ke kaq ujë, ke kaq gjëra të tjera që ja u zbresin, se ai çmimi që thash unë, zbriti nga 55 në 47, është edhe më poshtë se sa kaq, sepse ju llogarisin ujë, ngarkesë bakteriale, çdo gjë tjetër është shumë i vogël. Është shumë i vogël. Sa do lek t'i japim ne
me skema subvencioni përsëri nuk e zgjidhim dot. Dhe në rast se do vim në këtë pikë, po prapë po ja u bëj kërkesën. Po pse nuk favorizoni prodhimin, po favorizoni kokët e lopëve, kokët e deleve dhe kokët e dhive? Po jepi lek për litër prodhimi dhe vendos një standard të atij qumshi që prodhohet. Dhe jepi lek për litër, për kilogram prodhimi. Të çfarë do lloj prodhimi që është? Kjo është e para. E dyta, realisht ajo skem ka këtë pjesë mirë, po pjesën tjetër ama që keni hequr naftën që ishte falas, jo pa taksa, po ishte falas. Në një moment krize, unë jam ai që kam thënë që po duhet ndryshoj skema naftës, po jo në një moment që nafta është 224 lek, është 220 lek. Nuk bëhet kjo në kushtet ku çmimet janë sipër dhe ne se dim se si do shkojnë, sepse rrisin drejt për drejt koston. Ka vajtur 17.000 lek plugimi, 14.000 lek freza, ka vajtur 7.000 lek. Përfundoni, lutem. Ta mbaroj. Korja e shumë e rrallë. E në krahun tjetër, po kemi plerat kimike, ministër, dhe është abuzim shumë i madh. Nga data 28 shkurt, deri me 31 mars që unë ka marrë të dhënat e doganave, kanë hyrë vetëm 3.000 ton plera kimike. Në total, ure, DAP, superfosfat edhe nitrathamoni. 3.800. 3.000 e tha, ndjes. Gjithë pjesa tjetër ka ardhur para luftës. Po si më ru dyfishuan çmimet me një herë, sa po ranë raketat atje. Po mirë më merre dikush me këtë gjë, e ta verifikoj këtë gjë, ore si ka mundësi që ai atje në kavaj thot po shes me çmimin e bursës. Të kujt bursa ma po shet ai? Kur mallin e ka sjell gjatë gjithë vitit 2025 dhe muajve të parë të vitit 2026. Vërini fre abuzimit, ndryshe fshatarës do marrin dot frymë. Faleminderit. Të përfundon zhvillimin